Deputetja e Partisë Socialiste për qarkun e Korçës, një herësh kandidate kësaj force politike për zgjedhjet e 11 majit, Enslemvera Zake, ka zhvilluar një takim elektoral me bashkëdhetarët në Selanik të Greqisë. Ajo u ka kërkuar votën për Partinë Socialiste në mënyrë që Shqipëria të bëhet sa më parë antare e Bashkimit Evropian dhe shqiptarët brenda e jashtë kufive të kenë në dorë pasaportën europiane. Sot, më mirë se kur, Shqipëria do të bëhet shtet me të drejta të plota në Bashkimin Evropian, ku gjithë shqiptarët për te kufive do të kenë pasaportën europiane. Në vitin 2027 ne mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian, në të cilën çdo shtetas shqiptar, çdo fëmijë shqiptare, çdo nan, çdo grua, çdo qytetar do të ketë një pasaport e cila nuk është vetëm një mjet identifikimi, por është një status ku të gjithë shqiptarët ndihen të barabartë në gjithë kufijtë e Evropës. Zake i ka informuar bashkëdhetarët që jetojnë e punojnë në Selanik edhe lidhur me hapat që ka ndërmarrë qeveria Rama për emigrantët, ku përfshihet mësimi gjuhës shqipe apo shkëmbimet mes universiteteve. Të pranishmit kanë shprehur mbështetjen e tyre për Partinë Socialiste dhe kandidaten Zake. Si mos jem krenare kur dëgjoj nga kolegët e mia sa shpejt po ecë Shqipëria pranë Evropës me punën dhe reformat në të gjithë fushat nga qeveria e sotshme. Një Shqipëri e fortë në BE do jap mundësinë rinisë dhe pse jo fëmijëve tuaj të ulen në tavolinë si të barabartë me kolegë evropian. Unë do të votoj për shoqen time, për miken time, Eni Zake, sepse e njoh punën e saj. Ajo ka qenë pranë e migrantëve gjithmonë dhe ka ngritur zërin e saj në institucionet. Është një nën, një grua, një intelektuale dhe një përfaqësuese dinjitoze për ne. Shpreh bindjen e plotë që të gjithë ju do të na kuptoni dëshirën tonë, por edhe unë shikoj në sytë të gjithëve edhe dëshirën tuaj që të votojmë Enslemvera Zake. Zake tha se vota e diasporës është shumë e rëndësishme, ndaj të gjithë emigrantët duhet të zgjedhin numrin 5, Partinë Socialiste më 11 maj.